Deputet, të nderuar përfaqësues, antar, aktivist të shtabeve në të gjitha nivelet. Ajo që sonte e shoh këtu në këtë tubim, dëshmon vetëm një gjë. Dëshmon se populli i dënon mos mirënjohësit dhe populli i dënon ato të cilët ja kthejnë shpinën shtëpisë vete. Prandaj, ky masovitet këtu tregon që 19 tetori do t'jetë dita kur të 4-4-shet, duke filluar nga lista, nga kandidati në Çajir, lista e qytetit Shkupit, kandidati për kryetar qytetit Shkupit, do t'jenë fitimtar edhe atë bindës në këtë betejë të cilën e kemi pranë. Të nderuar të pranishëm, në cilësinë e shefit të shtabit qendror, ju përgëzoj për fushatën që e keni realizuar gjatë këtyre 20 ditëve. Andaj, juftoj që me vrullin e njëjtë, me elanin e njëjtë, me përkushtimin e njëjtë, të vazhdoni deri me 19 tetor, pasi që rezultati i Çajirit do t'jep jehon në gjithë shtetin dhe do të përcjellë emocion dhe jehon në gjitha komunat e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Urime, përgëzime për organizimin, miru takofshim gjithmonë bashkë në suksese dhe punë të hajrit e në punë të mira. Ju falenderoj.